ti kalon dhe këto institucione heshtin. Dhe në momentin që ti u kërkon një përgjigje, thonë nuk është kompetence imja, një hedh këtu, një hedh atje. O Juli, i e gazetar, se institucionet duhet kishin folur deri tani? Nëse do ishte për çështje institucionesh, sigurisht që kryeministri sot duhet ishte marrë i pandehur. Sepse thellë deklaratat e tij mund të jenë shkak për shkaktimin e gjendjeve ndryshme psikosociale. Dhe deklarata e dieshme për shembull erdhi vetëm 2 ditë pasi në Gjirokastër një minoren ishte vetvarur. Në të njëjtën shkollë, brenda një kohe të shkurtër. Po. Dhe që dyshohet se shkak mund të jetë bullizmi. Por nuk po diskutoj institucionet sepse për institucionet sigurisht për shkak të punës dhe historisë me emisionin Pluk tani, unë personalisht e kam humbur besimin totalisht e institucionet. Pra nuk është më çështje institucionesh, është çështje shoqërie. Kur perandoria romake mori atë pjetën, perandorët gjetën shpikën artin e bukës dhe cirkut. Pra i mblidhin gjithë në amfiteatre dhe u jepnin bukë edhe cirk. Që të përqendrohej vëmendja në atë çfarë po ndodhte në rrethinat e perandorisë. Të njëjtën gjë po bën dhe kryeministri sot. Kryeministri nuk e ka sjell më kot, mendoj, historinë e fotos nudo, sepse atij duhet në një moment si ky për të treguar që nuk ka asnjë lloj kompleksi, nuk janë ndjen, me pak fjalë. Atij i duhet në një moment si ky, ajo foto, i duhet çështja e, po themi, e njerëzve çyryk apo e fëmijëve me spektrin autik, pra të gjitha këto fyrje dhe sharje shumë të rënda, i duhen përqendruar vëmendje nga ajo që po flitet çdo ditë në kampin tjetër. Ti e quhen strategji. Ti e konsideron strategji. Dhe duke ditur që nuk ka asnjë pasojë ligjore, asnjë pasojë morale në këtë mes, sepse shoqëria civile hesht, edhe pasojë elektorale, edhe ai e mendon, sepse ka ndoshta një mas shoqërie që mendon që kryeministri e ka mirë, kënaqet me humorin e tij, me batutat e tij, dhe sigurisht që kryeministri në këtë moment nuk do që programi i Partisë Demokratike, minimumi etik, ajo që ka rëndësi për qytetarët sot, ilaçet e onkologjikut, aferat që ne do të diskutojmë të kryeministrit dhe qeverisë së tij, pra që mund ta quajmë edhe Ali Babën me 40 hajdut, e tjerë, nuk do që të dëgjohen. Dhe pikërisht ai po e bën këtë çdo ditë, pra çdo ditë po ta dëgjoni, ai po shpik nga një çështje, po them me sensitet për ne, që mendojmë dhe kemi një lloj mendimi kritik ndaj gjërave që ndodhin këtë vend edhe për shkak të punës, po sigurisht edhe për shkak fëmijëve tanë se duan t'i rrisim këtu, dhe ai sigurisht që do që të flitet për këto çështje. Dhe ai po ja arrin qëllimit. Dhe unë mendoj që kjo strategji duhet goditur. Pra, nëse ai thot dhe bën një video apo jep një deklaratë të tillë, sigurisht që nga pala tjetër duhet të ketë 10 video ku të vijnë në pa mashtrimet e tij, premtimet e ndryshme elektorale të pambajtura, aferat e mëdha korruptive dhe sigurisht programi i cili është më i rëndësishëm në këtë fushë betejë. Pra, nëse ka një gjë që duhet